Ju shpresoni që në shtator të riaktivizohen për të rikthyer punën në Komisionin e Posaçëm të reformës administrative? Shpresoj, sepse sigurisht ne kemi bërë tonën, do vazhdojmë ta bëjmë duke realizuar një komunikim efektiv me këte faktor, i cili ka qenë garanti i ndërtimit të dy komisioneve, dhe të Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe territoriale. Dhe ishin ata, madje duhet ta themi panë që mbikëqyrnin punën tonë, edhe kanë financuar madje punën e këtij komisioni. Dhe normal është si një reformë, si reforma drejtësi që themi garantët janë BE-ja dhe SBA-ja. Garantët janë ato që kanë financuar, dhe ato kanë financuar. Ka qenë ambasada zvicerane, ambasada e Suedis, BE-ja vetë, edhe me ekspertizë, nuk është konsideruar fare. Le dali dikush nga deputetët e maj dhe thoj që ne jemi referuar ekspertizës BE-s, punës e atyre ekspertëve, apo punës së projektit zviceran, i cili kalkuloi mirë edhe të gjitha dëgjesa, dhe dua ta falenderoj Gjerasin dhe në ato dëgjesa, në gjitha kalkulimet, qartazi pjesa më madhe atyre që kanë folur, kanë anuar nga ajo që unë e thash pak më përpara, tek shtimi i numrit ose tek ruajtja e status quo-së së sotme të 61 bashkive. Por dukshëm edhe vetë nga ana e Partisë Socialiste, qoftë njerëz që vinin nga administrata apo qytetarë që ishin në Parti Socialiste, kërkoni me insistim ruajtjen e territorit. Të paktën të qëndrojmë tek 61. Pati dhe humore, ju kujtohet, ajo e Maliqit që Korça të shkrihet në Maliq. Të shkrihet në Maliqin, ta ç'është kjo, ndodhe e kundërta, dhe e di se ka ndodhur e kundërta, sepse tallja e këtyre është epike. Tallja e Ramës nuk është vetëm që tallet me historinë, me antikitetin, me mira vjeçaret e asaj pjesë krenarie që ne kemi dhe e shprehim në forma apo mënyra ndryshme, po tallet edhe me njerëzit në mënyrë aktuale, duke aktualizuar, sepse sipas informacioneve, për shembull atë kryetarin e bashkisë që është shumë i lumtur që Maliqi po shkrihet me Korçën. Është kryebashkiaku më i gjatë. Më i gjatë, madje aty gati 25 vjet. Kanë thënë se këtu është më e bukur, i kanë thënë që prit duro se ty të kemi planifikuar që ti je kryetari i bashkisë. I Korçës. Korçës. Pra do të tallje më të madhe se kjo. Pra kishte pjesëmarrje në protestën e Maliqit. Administrata është aty prit se unë do bëhem ai i madhi tani, domethënë banalitetet të kësaj natyre që janë për të shkruar pastaj me siguri që do kenë edhe atë pasqyrimin e tyre, jo nga mua domethënë se. Ja, kthehemi te 60 ditëshi që e nisët pak më parë zoti Boçi në për 60 ditëshi. Kanë nisur këto me gushtin apo jo tani se nuk po e kuptojmë. Se po ikën 30 ditë me gushtin. Po sigurisht nuk ka një pikë nisje dhe nuk dihet se kush është pika nisje, se nuk ka qartësi ligjore në radhë parë. Dhe këto janë një pjesë e dëgjesave që mund të bëhen në raport me këshillat bashkiake, që ato të ndërmarrin një veprim, themi paksa në thonjza zyrtar nëpërmjet një diskutimi, pranimi apo mos pranimi. Sepse pyetja është shumë e thjeshtë, po për ta sfiduar 60 ditëshin. Po do bëhet në këshill bashkiak. Por nëse këshilli bashkiak thotë ne jemi kundër, si do veprohet? Pra nuk ka një zgjidhje, sepse ka këshilla bashkiak që në bazë të orientimit që do japin dhe kryetarët këtu. Por na kanë dalë edhe kryetar bashkie që janë kundër, që janë të Partisë Socialiste. Por ky 60 ditor nuk mjafton. Duhen para dëgjesat me publikun. Tash e përcakton ligji i vetë qeverisjes vendore, kushtetuta në nenin 108.2 dhe ligji për konsultimet publike, se është dhe një ligj i 2014-s, ai është më pak dytësor se dy të parët, por edhe ai përcakton se ç'janë konsultimet publike dhe cili është efekti i tyre sidomos në ndarjen territoriale, dhe pa u bërë këto konsultime, pa u marrë mendimi i komunitetit, nuk mund të operosh në fazë tjetër. Madje projekt ligji duhet të jetë i shoqëruar, është taksative, përcakton ligji me një aneks të veçantë ku shprehet qartë që banorët janë në dakordsi apo s'janë. Në qoftë se kjo nuk ndodh, atëherë kushtetuta parashikon referendum, bëj referendum lokal. Merri banorët e Maliqit, futi në referendum. Pra nuk ka nevojë për referendum në gjithë Shqipërinë, por ato bashki. Për ato bashki, referendume lokale për ato bashki. Në qoftë se ti do të jesh korrekt me ligjin, do të bësh konsultim, nuk e ko tulesh e të bësh në fshatra, në territore se janë shumë dhe koha nuk që e ka mjaftueshme. Bëj referendumin dhe ti mund ta realizosh një gjë të tillë. Kjo është ajo e keqja shmangje së komisioni, sepse komisioni kishte një sondazhim publik tërësor dhe aty këta mund të luanin pasaj me sondazhin se këto e manipulojnë dhe sondazhin, dihet ajo punë.
Dhe mund kishin manipuluar, por janë treguar aq harbut në mënyrën si e kanë menaxhuar këtë punë sa nuk kanë shmangur dot edhe gabimet e trasha. Janë para një gabimi shumë trash nga mënyra si kërkojnë ta imponojnë këtë ndarje. Pastaj trashësia më e madhe është mënyra se si është bërë ndarja, se s'mund të dali një kryetar bashkie, si ai Divjakës për shembull, që ai e do 1 milion herë partinë më shumë se dikush tjetër, se ai i lidh me miliona, edhe Kastraveca dhe Domatet i lidh me miliona. Dhe thotë që unë nuk di asnjë gjë, jam domethënë ndjehemi tradhtuara se çka shprehur, që edhe unë minutën e fundit unë si drejtues, pra kur s'ka pas informacion kryetari i bashkisë, si mund të ketë informacion banori fundor, sepse e kërkon ligji që të ketë banori fundor, por nuk ka pas informacion as kryetari i bashkisë. A e kupton sa trash është ajo që ata po bëjnë? Po e bëjnë në një formë, domethënë, krejt absurde. Mundësia e 15 referendumeve, nëse nuk ndryshojnë gjërat që komisioni të rikthehet nga puna, të vijojë puna për një konsensus, si bëhet praktik reale, zoti Boçe, me firmat e qytetarëve të 15 bashkive, apo dhe ju si PD mund t'i drejtoheni Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Është Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Tani këtë duhet ta bëj fillimisht propozuesi, sepse ne jemi kundërshtuesit, duhet ta bëj propozuesi për të realizuar atë. Nuk e bën ai sigurisht që do ta bëni ju. Po, PD-ja do i kërkoj Komisionit Qendror që të bëjë një referendum jo për 15 bashkit, por në gjithë Shqipërinë për çështjen e hartës territoriale. Pra, ne referendumin mund ta kërkojmë që kemi dy variante, varianti jon me 100 bashki dhe varianti i tyre me 46 bashki. Kjo është ajo çka kërkon Partia Demokratike. Kur fola për referendume lokale, fola për marrjen e mendimeve të banorëve të zonave që preken nga ndarja territoriale. Tashmë jemi në referendum kombëtar. Ne kemi propozimin ton. Propozimi ynë është propozim që përputhet tash me vullnetin dhe dëshirën e qytetarëve, të shprehur në forma dhe mënyra të ndryshme nëpërmjet komunikimeve dhe qoftë sondazhimeve nëpërmjet faqes që ne kemi ndërtuar tek Partia Demokratike, por edhe nëpërmjet punës së ekspertëve për të arritur tek realizimi i qëllimeve që duhet të ketë pushteti lokal, thash me radhë që të arrihet decentralizimi, shërbimi, përfaqësimi, patjetër që ky territor duhet të jetë më i imët në organizimin e tij. E thot Karta Europiane e Qeverisë Vendore, duhet të ketë institucione në një vend ku nuk ekziston shteti, me administratën e tij, atëherë territori zbrazët, se nuk ka shërbim. Mungojnë shërbimet që janë përkeqësohen ose largohen, siç ka ndodhur, njerëzit pastaj largohen tërësisht, nuk imigrojnë, nuk lëvizin brenda territorit, nuk shkojnë tek qendra e bashkisë, por shkojnë përtej Shqipërisë, siç edhe ka ndodhur, duke braktisur territorin. E vërtet. Pastaj duke u humbur historinë, duke humbur toponimet dhe duke humbur pse jo territorin në një të ardhme jo të largët. Kur pritet që t'i drejtoheni Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si Parti Demokratike për referendumin? Tani, këtë rebusin e reformës mos e bëjmë me pyetjen kur PD-ja do i drejtohet Komisionit Qendror. Jo, nga që ata e kanë bërë faktike me projekt ligjin. Në ligjërimin politik unë e di shumë mirë si spostohen kauzat dhe interesat. E para punës është që qytetarët do vazhdojnë ta kundërshtojnë, sepse po sot në Dimal në orën 18 vjen protesta për shembull nga ana e qeverisë për të dëgjuar qytetarët. Kjo është shumë e rëndësishme. E rëndësishme është që PD-ja ka një projekt real, konkret, i cili trajton të gjitha ndarjet në një optimizim. Dhe ne kemi thënë që jemi të hapur të bëjmë dëgjesa edhe në zona ku njerëzit kërkojnë bashkim.